Lidhja e njeriut me jetën është një betejë e pafundme, dhe në përmendësi për të bërë gjithë një zgjedhje. Njeriu është i detyruar të pranojë jetën ashtu siç i vjen. Një aksion i shkëputur dhe përditshmëria e vetme, që luftojnë për të ndërtuar jetën me ndershmëri, por me shumë mundime. I tillë është edhe personazhi i radhës në rrugtimin tonë. Skerdi Selimi, një djalosh shumë energjik e i qeshur, i fuqishëm, i palodhur dhe me një zemër të madhe. Skerdi është njëri prej antarëve të familjes së madhe rome në periferi të Tiranës, që jeta e ka vënë përballë shumë provave të vështira, shoqërore, sociale, ekonomike dhe njerëzore. I rritur në familje me të ardhura shumë modeste, Skerdit ju desh që t'i përvishte mëngët që në moshë të re, për t'ju bërë krah prindërve dhe për të ndërtuar një të ardhme të sigurt për familjen e tij. Unë si Skerdi Vjeri kam fillu punën nga mosha 13-14 vjeç. Isha në shkollë, pasi marrova 8 vjeçaren. Fillova punë si lavazh, me që laja makinat. Mrapa fjalë, vazhdova në moshë 15 vjeç, kalova në kurs për salator, aty ku ka çuar xhigimi. Mbrapa pasi mbarova atë kursin e salatorit, kalova me i punktu në Allias. Aty më përfetsova zanatin më shumë, që fillova të punoja, aty e kam marrë rrogën e parë, që një rrogë e mirë, që andej pse kam punuar gjithandej, pse nuk kam bërë dhe bishta punës, ku ka qenë puna kam shkuar, nuk është se kam punuar vetëm salator. Sa për shkollën, ka qenë mos pasja, kur shikon në shtëpi që është pak ngushtë ose nuk i bëhet ballë, se edhe shkolla ka ato kushtet e veta. Jo libra, jo diçka tjetër, jo pse nuk po flas vetëm për libra, të kaloj dhe shoqëria se duhet të jesh gjithkohë i veshur, i mbathur me në atë kohë ka qenë çik më ndryshe, vllajën e tjetër kam pas vogël. Tani jemi të dy krah pune, si unë si vllai. Nëse në atë kohë ka qenë çik se kishim vetëm babin nuk e kisha punë shteti, tani babin e kam punë shteti. Në atë kohë babit po t'i dilte puna do punonte, po si dilte punonte edhe ditë të rishim i muj. Vllai tentoi ta lënte shkollën për arsye ekonomike, di se fatikisht varfëria ka qenë pak e theksuar në familjen tonë. Edhe babi herë kishte punë, herë s'kishte. Ne mundonin ta ndihmonin, por prap pa fuqishëm. Jeta ka ardhur gjithmonë e vështirë. Jo për mua, por edhe për gjithë. Vujtet ka qenë si të them mos më keq. Që në fëmijënit deri tani do të them unë kam rraf kurbetin para se të futesha në punë këtu. Fëmijët i kam lënë të vegjël, duke me vujti me sakrifica çfarë them. Vështirësitë ekonomike të familjes e kushtëzuan djaloshin Rom të lindte në mes formimin e tij arsimor, dhe pas përfundimit të ciklit të detyrueshëm, Skerdi nuk pati më kontakt me shkollën. Përditshmëria e tij plotësohej me punë të ndryshme, të cilat e ndihmuan për të rregulluar ekonominë familjare, por edhe e formuan si njeri. Shumë shpejt Skerdi ju përkushtua zanatit të saldatorit, fal edhe mbështetjes së komunitetit të tij. Atëherë menduam se si do t'i trajtojmë më pas të familje, do t'i braktisim, do t'i lëmë në shkollën baramësuri dhe mos trajtojnë më.
Atëherë ne vendosëm që t'i trajtojmë me mësime suplementare, që thënë mësime plotësuese. Dhe i trajtojmë mësime plotësuese deri në klasën e 8, që ishte arsimi detyrueshëm. Por nuk ka qenë rezultati madh, do kuptoj, sepse mentaliteti ishte më i fortë. Edhe fugaralliku ishte shumë i madh që nuk arritëm aty ku duhet. Megjithatë neve arritëm që të kapërcejmë pragun e klasës 4-5 që në të mas shkojshin, në mos femrat. Me Skerdin e kena majtur afër, kena bizetuar disa herë me familjen, sepse shpesh familja deshte që Skerdi të kapte një punë që në të mosh që nuk ishte për punë, kupton, nga halli që kishte, nga fugaralliku. Atëherë së bashku me duke parë dëshirën e Skerdit dhe pasionin që kishte për të vazhduar shkollën, Skerdi ka shkuar deri në klasën e 7, klasën e 8. Nuk e di më pas se ne Skerdi ka qenë këtu, është marrë me aktivitete sportive, gjatë aktivitetet që neve zhvilluam, pra është përfshirë vazhdimisht, a kuptoj, është angazhuar vazhdimisht në aktivitetet që kishim ne, muzikore, sportive. Para moshës, para se të filloja punën, kam qenë gjithkohë si lidhur, si stash dhe me xhaxhigimin. Atje kam shumë ekskursione, sa më kujtohet, shumë ekskursione, seminare, të shumta. Kurse boksi, kam qenë dhe në boks kegimi. E qërë po barodi, këta e ka shumë... I liso që e vasë shumë po anglatë, Mikel. A villon djere vaverama, ka di qepë shumë, ka si tik në e budë. Si ka dveja, vaverem, ta di qëfa që vete për ne, ka i sinom, sa ka gjillon, butetik në e, Mikel. E ka ta vene, për ditë vene butikin e, ta siglovene, që ka ta kupë, që na pojtë dhe tyre. Mesazhi im, me që unë e marrë gjithmonë me edukimin, dhe ato vetë pa e shofin, sepse sa si po përballen me jetën, e kupto, është që të arsimon edhe prindrit të përkushtohen më tepër për familjet e tyre, duke i quar si hapi parë në për shkopsht për publike, dhe më pas të trajtojnë në për shkollat 9 vjeçare dhe në maturën shtetërore, sepse shkolla është hapi i parë, ose shkolla është një dritare që integron gjithçka dhe që hap gjithçka. Edhe pse gjithnjë ka jetuar në komunitetin në Rom, Skerdi nuk e ka parë veten dhe familjen e tij të aneksuar nga pjesa tjetër, por është prezantuar si një njeri i lirë, madje në shumë raste duke luftuar të gjitha paragjykimet dhe diskriminimet raciale. Është edhe kjo si ose s'është, kam ndjerë, ndoshta shumë pak, se ka njerëz që i ndajnë, që thojnë jo Rom, jo Gabel, jo Egyptian, jo Çeng, këto që i bëjnë në Romët, që i ndajnë nga vetja, se kërkojnë, mendojnë se janë gjithmonë më tepër, janë dikush më plus. Po që kam qenë jaftë t'i përgjigjem me çdo kusht, me çdo favor, që ta mbroj veten, që ta tregoj se kush jam, se kush është një Rom, ose kush janë Romët. Shoqëria ime është e përgjithshme. Ka Rom, majorancës, egyptian, din të sillen me ato, din të sillen me mua. Kam fituar besimin ke Skerdi, të përpiqem që ti përfaqësoj më vërtet Romët, që ti tregoj se çfarë janë Romët. Marrëdhëniet janë shumë të mira, me shokët që kam pak, atyre që i them shok, dihet që nuk kam as dallim racial as asnjë gjë tjetër. Kur kalojmë për shok, i fusin në shtëpi dhe më fusin në shtëpi.
Megjithse Skerdi ka fituar një personalitet të tij, ai vazhdon ende të shikojë Tahatin si një udhërrëfyes ideal, që ai edhe familja e tij të gëzojnë një të ardhme të sigurt, e mbi të gjitha me ideale të pastra. Unë me fëmijët e mi, jo me Skerdin, po dhe me Danielin, kam marrëdhënie dhe si shok dhe si prindër. Me Skerdin e kam djalin më të madh, me ata për çdo gjë merremi vesh, kuptohemi, si në të mirë, në të keq. Në drejtim të kësaj pune që më pyesni mua, e autorizova vetë, derisa fëmijët e mi thashun, derisa nuk ka shkollë të ketë një zanat. Dhe kështu detyrova me anë të shoqatës, gjetëm këtë kursin dhe e realizuam. Prej më shumë se një viti, Skerdi i gëzohet vajzës së tij të vogël, që ka ardhur nga lidhja martesore me Denisën. Ky është një moment shumë i rëndësishëm për të dhe bashkëshorten e tij, edhe të dy së bashku, po punojnë me të gjitha mënyrat që t'i ndërtojnë asaj një të ardhme sa më të mirë. Jojta Skerdi në kushurinë e vet. U jojtëm aty, u dashuruam, krijuam një familje të mirë. Kemi dhe një gocën. Edhe pse vështirësitë ekonomike nuk janë ndarë në asnjë moment, Skerdi ka parë jetën me shumë optimizëm, duke mos u privuar nga pasionet dhe dëshirat e tij, edhe të familjes, që sipas tij ia kanë bërë edhe më të larmishme jetën. Jeta më e mirë është ajo që kalon përmes virtyteve të pastra, ashtu si që kërkon dhe dëshiron djaloshi rom nga Alliesi, Skerdi Selimi.